e përgatiti dhe e përshtati studiobeka.com. Assalamu alaikum. Sante në Studio Beka kemi ftuar krye'imamin e Këshillit Bashkisë Islame të Lipjanit, Burim Efendi Arifi. Mirë se keni ardhur Burim në studion ton. Assalamu alaikum. Aleikum salam dhe mirë se ju gjej. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Falënderimet dhe lavdërimet takojnë Allahut xhaleshanuhu, i cili është i vetëm dhe i pashoq, atij i drejtohemi dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ati i takon adhurimi, nënshtrimi, sepse vetëm ta është kthimi. Përshëndetjet, selamet, u adërgojmë Muhamedit a.s. pejgamberit tonë të dashur, vullës së pejgamberllëkut, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë ata që pasojnë dhe trasojnë rrugën e tij, përshëndetje të përhershme dhe pandara deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar pranishëm, shfrytëzoj nga rasti për t'ju përshëndetur me përshëndetjen e bekuar islame, përshëndetje kuranore, përshëndetje e pazavendësueshme me të gjitha përshëndetjet tjera kombëtare qofshin ato. Kjo është përshëndetje islame dhe përshëndetje e Allahu xhaleshanuhu, përshëndetje e xhenetit. Dhe ajo është selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, që do të thotë në gjuhën tonë të ëmbël shqipe, paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qoftë mbi ju. Gjithashtu shfrytëzoj nga rasti për të falendëruar Studion Beka, i cili më ka ftuar, dhe tani kam rastin që t'i flas disa fjalë, dhe që është një ligjerat që do t'jetë ligjerat dhe të kam parë të arsyeshme të flas rreth mënyrave se si njeriu duhet dhe ka mundësi të pastron veten e tij në mënyrë që në botën tjetër të jetë prej të shpëtuarve. Do të ndalemi pak për vlerësuar apo për të spjeguar në disa pika të shkurtra ajetin në të cilën citova në fillim, ku do të thotë në gjuhën tonë shqipe: o ju të cilët keni besuar, ruani veten dhe familjen e juaj nga zjarri i xhehenamit, të cilët do të jetë në botën tjetër njerëzit dhe gurët, lënë djegëse, njerëzit dhe gurët. Ne vedim se lënë djegëse në këtë botë janë druri, thëngjilli apo gjithçka tjetër, por në botën tjetër do të jetë një zjarr krejtësisht tjetër që do të ndizet xhehenami me gurë dhe me njerëz. Lutim Zotin xhaleshanuhu që na bën të mundshme që ne të mësojmë njohuri dhe dituri, sepse kjo zanafillën e leximit dhe të mësimit e ka prej fillimit, kur Allahu xhaleshanuhu e dërgoi Muhammedin a.s. të dërguar, i tha: ikra, lexo, mëso, studio. Prandaj lutim Zotin që na bën neve të ditur, dhe sa më shumë që ne jemi të ditur, aq më tepër te Allahu do të jemi më të ngritur. Prandaj ajeti të cilën cituam, ku Allahu xhaleshanuhu na bëri me dije dhe i u drejtua duke thënë njerëzve: ja ejuhalladhina amenu. Kuj po i drejtohet në këtë rast? Po i drejtohet njerëzve të cilët besojnë Zotin, gjithsesi besimtarëve, me ja ejuhalladhina amenu. Është ajet
në të cilën ajet duhet të kemi shumë kujdes, sepse kur Allahu i drejtohet besimtarëve me këtë ajet, me këtë pjesë të ajetit, ja ju e ledhina amenu, o ju besimtar, o ju të cilët keni besuar, atër duhet jemi shumë të vetëdijshëm, sepse Allahu këtu ka për qëllim, ose të na ndaloj me diçka, ose do të na urdhëroj me diçka. Ka thënë Ibn Abasi, sa herë që të hasni në ajetet e Kuranit që fillojnë me ja ju e ledhina amenu, hapni sytë dhe ndëgjoni mirë, sepse ashtu qysh potencova, ose Allahu ka për qëllim të na urdhëron me diçka, ose ka për qëllim të na ndalon me diçka. Dhe tani Allahu xhaleshanuhu po i drejtohet besimtarve që ta ruajmë veten tonë s'pari, pastaj familjen tonë, nga kush me rujt, nga zjarri i xhehenamit. Zjarr që është një zjarr që flitet në këtë pjesë të ajetit që ka për qëllim zjarr xhehenamit. Duke pasur ne duhet pasur ne kujdes xhema nderuar në këtë pjesë të ajetit, sepse këtë pjesë të ajetit duhet të mendojmë mirë se çka ka pas Allahu për qëllim. Pra, për të na ruajtur neve, na të rjek vërejtin neve dhe na urdhëron që ta ruajmë veten, pra veten tonë dhe familjen tonë. Si duhet të sillemi ne me veten tonë, si prind, pastaj edhe në familje. Prej një zjarri jashtëzakonisht, i cili do ta djegë trupin dhe gjymtyrët që e përbëjnë trupin tonë, duke mos ndalur fare. Por për t'i ruajtur këtij zjarri janë disa mundësi që duhet të shfrytëzohen në maksimum, në mënyrë që të mos jemi për atyre njerëzve që Allahu do të djegë. Të potencoj një ajet të Kur'anit ku Allahu xhaleshanuhu në mënyrë të qartë dhe në mënyrë precize thot në suretun Az-Zumar, selamun alejkum tibtum fadkhuluha khalidin. Pra edhe mund këtë pjesë të ajetet e Allahu xhaleshanuhu thot selamun alejkum. Selamun alejkum atë që thashun në fillim. Thash se është përshëndetje kuranore. Po sigurisht është përshëndetje kuranore. Edhe pse ka xhema nderuar që disa thonë pse të mos përshëndetemi ne me ndonjë përshëndetje tjetër, siç janë mirëdita. Me këtë mirëdita do të thotë vetëm gjatë ditës të kof dita e mirë. Apo mirëmbrëma, të kof vetëm mbrëmja e mirë. Apo natën e mirë, të qoftë nata e mirë. Ama selamun alejkum do të thotë pra paqja, mëshira Allahu qoftë mbi ju. Hyni në të, sepse jeni pastruar dhe do të jeni në të përjetshëm. Është për qëllim hyni në xhennet. Kjo pjesë e ajetit. Por për të qenë i shpëtuar nga zjarri që ne potencova më herët, do të shfrytëzohen disa kushte dhe ato janë mundësi tona për t'u larguar nga zjarri i xhehenamit dhe ato janë 3 forma apo 3 mënyra. 4 në këtë botë, 3 në jetën e bërza apo në varreza dhe 4 në botën tjetër kur do të ringjallemi ne. 4 në këtë botë janë pendimi, në 2 istikfari, në 3 veprat e mira, ilshim veprat e këqija dhe fatkeqësitë që ndodhin. Këto janë 4 mundësitë për t'u pastruar në këtë botë, në mënyrë që në botën tjetër të jemi të pastër.
dhe të jemi ata të cilët Allahu xhaleshanu do t'i shpërblen. Pra, gjithmonë dhe ku u ruajtur nga zjarri i xhehenamit. Ne duhet të mbrohemi me këto format. Mundësia jonë është kjo, në këtë botë, që ne pra të i shfrytëzojmë këtë katër, të cilët të unë i potencova, duke filluar në një pendimi, ku është kryesor, që njëri pra të jetë i shpëtuar, duhet të pendohemi. Sepse ne jemi njerëz të thjeshtë dhe mundemi të gabojmë. Ne nuk jemi njerëz të cilët mundem të gabojmë. Ka ndodhur dhe pejgamberët kanë gabuar, por gabimet e tyre kanë qenë prej gabimeve të vogla. Ndërsa ne si njerëz të thjeshtë mundemi të gabojmë, por nëse kemi gabuar, duhet përmirësuar. Dhe se nuk është mëkat xhamat nderuar që nëse ke bërë mëkat, por mëkat është nëse ti vazhdon ende në mëkat. Dhe tani të erdhi koha që ti të pendohesh. Sot, jo nesër, sepse nesër do të bëhet vonë. Kemi thënie edhe nga pejgamberi, nga Muhamedi alayhis salam, i cili thotë: "Men taba qabla an tatlu shamsi min maghribiha taba Allahu alayh." Kush pendohet para se të lind dielli në perëndim, Allahu do t'ia fal gabimin. Jemaat e nderuar, ky hadith i pejgamberit alayhis salatu wassalam ka për qëllim që do të vjen koha që do të lind dielli në perëndim. Në anën e kundërt, ku njerëzit do të shohin që ndryshoi koha, lindi dielli në anën e kundërt dhe do të shqetësohen njerëzimi kur ata do ta shohin një gjë që kanë parë deri dje apo deri sot. Dhe tani pas kësaj ngjarje kur dielli lind në anën e kundërt, ma nuk do të pranohet pendimi ynë. Por duhet pendohemi më herët. Të mos e presim këtë ditë, sepse kjo ditë do të vijë. Dhe kur vije, ne nuk e dim, atë e din vetëm Allahu xhaleshanu. Prandaj ka ardhur koha xhamati nderuar që ne të pendohemi sinqerisht dhe të i drejtohemi Allahu xhaleshanu, të adhurojmë atë i cili na ka dhënë të gjitha të mira që neve i posedojmë në trupin tonë. Dhe të pendohemi për veprat tona të liga apo për mëkatet që neve i kemi bërë gjatë jetës. Prandaj ka shembuj të shumt që Allahu xhaleshanu ka fal. Ka fal. Kemi një shembull, do ta marr një shembull tek pendimi. Në kohën e Musaut alayhis salam ishte një kohë e gjatë që ishte thatësi e madhe. S'kishte rashi, një kohë të gjatë. Dhe tani njerëzit të asaj kohe shkun të Musau dhe i than: "O Musa, ti je pejgamber dhe Allahu ti plotson kërkesat. Andaj shkojmë te në një shkretir dhe ta lutim Zotin xhaleshanu që të na sjell shi, sepse e sheh se në çfarë gjendje kemi ardhur." Atër Musa alayhis salam mori ata njerëz të cilët ishin atë pranishëm, dolën në një shkretir duke u lutur në mënyrën më të mirë, mënyrën më të sinqertë, duke lutur Zotin që të sjellë shi, sepse ishte vapë e madhe dhe thatësi e madhe. Dhe Allahu i tha Musaut alayhis salam: "Nuk do të shoj shi, sepse në mesin tënd është një njeri i cili ka bërë mëkate të shumta. Dhe përderisa ai nuk largohet prej mesit tënd, unë nuk do të shoj shi." Atëherë Musa alayhis salam u transmetoi fjalët e Allahut tyre njerëzve dhe tha se në mesin tonë është një mëkatar, është një gjuhnaqar. Përderisa ai person nuk largohet në prej mesit tonë, nuk do të ketë shi. Ai mëkatari i cili ishte në mesin e atyre shiqonte se mos ndoshta është ndonjë mëkatar më i madh se ai. Dhe përderisa pa se nuk u zgjua asnjëri prej tyre, nuk u largua asnjëri prej tyre që ishte në mesin e tyre, atëherë në vetën e tij tha se ai mëkatar jam unë. Ai mëkatar jam unë dhe çfarë të bëj? O Zot, më fal. Kam gabuar.
Dhe nëse unë tani do të zgjohem dhe të ngritem në këmbë, çfarë do të thonë njerëzit për mua? O Allah, ti je falës. Dhe ti mund të më falësh mua. Dhe ti mund të më mbrosh mua nga mëkatet që unë kam bërë. Dhe tani pendohem me sinqeritetin më të madh, se do të jam ai i cili do të pastroj zemrën time dhe do t'i kryej të gjitha obligimet dhe do të jap atë mundin tim maksimal të jem gjithmonë afër pejgamberit, afër Musaut alayhis salam që ti e ke dërguar pejgamber dhe do të jem ndihmëçari më i madh. Andaj o Zot, më fal. Në atë moment, xhamat, vëllezër të nderuar, në atë moment filloi shiu. Allahu sjeli shiu. Dhe tani kur Musa dhe njerëzit të cilët ishin pranishëm në atë vend, thanë o Musa, ç'është ndodhi? Musa i tha Allahut, o Zot, ti më the se nuk do të sjeli shi për derisa nuk largohet njeriu i cili është mesin e ju mëkatar, ndërsa ai nuk u largua, dhe ti sjelle shiun. Thot po, e sjella sepse u pendua. O Zot, a bën të më tregosh se kush është ai? Tha po deri më sot nuk ke ditur se kush është ai apo kush ka qenë. Edhe nuk ke nevojë për të ditur ti se kush ka qenë ai, sepse ai u pendua dhe unë ja pranova pendimin. Ja, shikoni xhamat nderuar se si Allahu xhaleshanu u fal. Po çdo të bëhej me atë person i cili ishte mëkatar, i cili para njerëzve kishte qenë i mirë. Mirë po kishte bërë mëkate në vendet kur ai ka qenë i mshehur prej tjerëve. Në zemrën e tij ka pasur qëllime të tjera dhe mëkate. Kështu Allahu fal xhamat nderuar. Pendohemi, sepse pendimi është i vetmi ai në Islam. Pendimi i ka dyert e hapura për të gjithë ata njerëz të cilët dëshirojnë të pendohen. Andaj përmendëm më herët, pendimi është kushti i parë që ne duhet ta bëjmë, të punojmë dhe të vazhdojmë me punë të mira dhe me vepra të mira. Gjithmonë duke ndirë frikën ndaj Zotit xhaleshanu nga zjarri i xhehenemit dhe të jetoj në mes frikës ndaj Allahut dhe shpresës se Allahu xhaleshanu do ta shpërblen atë në ditën e gjykimit. Të flasësh për mendimin është një temë shumë e gjerë. Është një temë shumë e gjerë që do të na merr shumë kohë, por nuk do të ndalem këtë, do të vazhdojmë në pikat në cilat i përmenda në fillim. Sepse nuk kemi kohë xhamat nderuar që të vazhdojmë dhe nuk jam në temën e pendimit, por vetëm se duke i përmendur në mënyrë të rrethorëve, për të qenë i shpëtuar, se si duhet muslimani të harun veten dhe të mbron veten dhe ai të jetë i pastruar, ashtu që Allahu tha, jeni të pastruar, hyni në xhenet sepse jeni të përjetshëm. Atë e dëshirojmë të gjithë ne. Andaj ne e dëshirojmë, dhe kur e dëshirojmë duhet punohet, dhe kur të punohet mirë, dhe kur të mbillet, atëherë pret edhe për me akor. Po nuk mbjelle, nuk do të pret. Andaj, ka arë koha që ne të pendohemi në mënyrë që të pastrojmë vetën tonë. Dhe kur të pendohemi sinqerisht dhe asë njëherë më të mos bëjmë gabime. Është fjala për gabime me qëllim, sepse çdo gjë që njëri e bën ndonjë mëkat që e bën pa qëllim dhe pa vedije, Allahu fal, sepse është falës. Pika tjetër që njeriu ka mundësi ta shfrytëzon në botën të lënashtë është istikfari, që do të thotë më fal o Allah. Më fal. Muhamedi alayhis salam ka qenë i dërguari i Allahut. Por 70 herë në ditë ka thënë Estagfirullah. O Zot, më fal. Ai ka qenë i falur te Allahu. Ai ka pas të garantuar xhenetin, ndërsa ka thonë më fal o Zot. Ne s'kemi garancë. Ne nuk jemi të garantuar që ne do të shkojmë në xhenet, xhamat nderuar. Duhet dim se duhet kërkojmë falje te Allahu. Nëse Allahu nuk na fal, nëse Allahu nuk na udhëzon, nuk ka mundësi që ne të jemi të shpëtuar. Por atë që ne duhet ta kryjmë këtë botë është qëllimi që ne të jemi të pastruar. Pra, të bëjmë estagfirullah.
Astaghfirullah. Përmendet fjala Allah. Do themi la ilaha illallah gjithmonë në çdo kohë, në çdo vend. Përmendet Allah që është një, tjetër nuk ka. Por disa njerëz ende janë në gjumë, ende nuk janë zgjuar, ende nuk janë duke kuptuar. Si nuk e kanë kuptuar veten e tyre. Si nuk ndalen edhe për të shikuar veten e tyre. Duke mos e përmendur Allahu, por përmendet Allahu të disa fatkeqësisht dhe mirërisht vetëm kur Allahu lëshon stuhi, kur Allahu lëshon shitmadh, kur Allahu lëshon murmurim, dhe në ato momente njerëzit thonë la ilaha illallah. Jo, la ilaha illallah gjithmonë ku do që të jesh. Edhe në ato momente kur është stuhi e madhe, në ato momente kur është murmurim e madhe, duhet të është la ilaha illallah, por edhe dielli kur të nxjerrin la ilaha illallah. Pse Allah në atë moment ti po ata përkujton Allah kur është murmurima, ti po thuaj la ilaha illallah, ndërsa kur je në gëzim, kur është ditë e nxehtë, ditë e mirë, ti nuk ta kujton, nuk të kujtohet që Allahu është një, apo vetëm në ato raste. Jo, xhamat nderuar, një herë për gjithmonë ta dini se Allahu është gjithmonë në çdo vend. Në gjithmonë kur ti dëshiron të kontaktosh me Allahun, Allahu nuk e kput sinjalin. Por ne jemi ata që dëshirojmë dhe e kpusmi lidhjen me Allahun. Lidhja me Allahun nuk guxon shkputet. Por vetëm nëse ne e dëshirojmë ato. Neve ka mundësi. Do ta marr shembullin to telefonat, to celularët që ne e kemi në xhepat tonë, që mbajmë. Po nuk mbushje s'ka dona fati. Dhe kur s'ka dona fati, ti nuk do të kesh mundësi të kontaktosh me njerëz, me ata shok apo miqët që ti dëshiron ti kontaktosh ata. S'ke mundësi sepse të është harxuar karta e telefonit. Dhe ke mbet pa mbushje, edhe është harxuar. Edhe s'ke mundësi të kontaktosh. Ndërsa me Allahun jo. Gjithmonë ti mund të kontaktosh gjithmonë. Allah ka lënë takime, po tash varet prej neve a dëshirojmë të kontaktojmë me Zotin kur Allahu neve ne ka caktuar. Takimet janë gjithmonë. Po edhe nëse e ki celularin të mbushur dhe e ki pore, nëse shkon në një vend ku nuk ka rrjet, ti nuk do të mund të kontaktosh. Nëse shkon në një pyll të madh, s'ke mundësi sepse s'ka rrjet. S'mundesh me kontaktu. Po nëse dëshiron të kontaktosh me Allahun, edhe nëse shkon në pyll, edhe nëse shkon në aeroplan, apo edhe nëse shkon në det i thellë, nëse ti dëshiron që të kesh kontakt me Allahun, do ta kesh atë. Dhe si dia mund ta them, por do ta them. Takimi me Allahun, që Allahu neve na ka lënë, është 2 4 4 3 4 numri kontaktus. Jo telefon, jo me shtyp numër, por ta kem me Allahun 2 recate farz në sabah. Pastaj 4 në drek, 4 në ikindi, 3 në namazin e akşamit, 4 në namazin e yatsis. Ky është numri kontaktus. Nuk ka, ndërpremje nuk ka, kudo që t'jesh. Nëse dën të kesh lidhje, do të kesh lidhje. Gjithmonë, por varet prej neve a dëshirojmë që ne të jemi në lidhje me Zotin. Allahu neve na pranon lidhjen gjithmonë, nuk na i kput sinjalin. Nuk na largon prej rrjetit. Ama kemi varet prej neve. Kemi varet prej neve xhamat. A dëshirojmë të jemi me Allahun apo jo? Ka kënaqësi më të madhe. Ti i bish në sejdë Allahut, ti nështrohesh atij për të mirat që ti ka dhënë. Si nuk ka. Të ndalim edhe të studiojmë vetën tonë, se si Allahu krijoi njeriu me mënyrën më të mirë. Për ata dhe ka thënë Allahu, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqvim, veç që kam krijuar në njeriu në formën apo në konstruktin më të bukur dhe më të mirë. Asgjë nuk është e pakt dhe e mangët në trupin e njeriu, dhe asgjë nuk është e tepërt. Është tamam i krijuar në mënyrën dhe në formën më të mirë. Na ka dhënë gjymtyrët e trupit, na ka dhënë duart për të punuar, syt për të shijuar, veshët për të ndëgjuar
këmbët për të hecur, mendjen për të menduar. Por a jemi ne ata që po e dim faleminderit dhe të falenderojmë Allahun për të mirat që i kemi në trupin ton? Apo jo? Të ndalemi dhe pra ta korrigjojmë veten ton për të mira. Dhe ai pasuniku i madh që ka pasuni dhe krenohet me pasurinë që e ka, nga i erdhi prej Allahut, nëse është pasunik që atë pasuni e ka bërë me ndjersën e tij. Jo me pasunikat hilegji, jo me pasunikat të cilët janë të korruptuar, jo me pasunikat të cilët bëjnë mënyra dhe krime të ndryshme dhe bëjnë pasuni. Por flas për pasunikun i cili ka bërë pasuni në mënyrën më të mirë, në mënyrë legale, në mënyrë të pastërt, dhe ai tani ndihmon edhe të tjerëve. Ndihmon edhe të tjerëve. Pse e din dhe e falenderën Zotin që ja ka mundsuar që ai të bëhet pasunik. Allahu ta mundson që ti të bësh pasunik. Pse? Po të mos dënë Allah, s'ke mundësi me për pasuni. Mund të shtrohet pyetja si ka mundësi kjo. Por sikur njeriu dëshon të bëhet vetveti pasunik, nuk ka mundësi. Sikur Allahu të krijon të njeriu apo të jetë një njeri i cili është pasunik, sikur të mos i ketë syt, nuk do të ketë mundësi që ai të bëhet pasunik. Sikur njeri që të mos i ketë duar, nuk do të ketë mundësi të bëhet pasunik. Veshët për të ndëgjuar, këmbët për të ecur. Të gjitha këto janë gjëra të cilat Allahu neve na i dha dhe ne duhet të shfrytëzuar. Të kalojmë në pikën tjetër, veprat e mira i fshin veprat e liga. Ne jemi në këtë temë që sa më shumë që njeriu bën mirë, bën vepra të mira, i lëshyn ato veprat të cilat i ka pasur të këqija gjatë jetës së ndërruar. Pra sa më shumë vepra të mira, sa më shumë ndihmës, sa më shumë solidaritet. Dhe nëse ne këtë e bëjmë, Allahu na i fshin neve mëkatet, Allahu na i fshin neve veprat e liga të cilat i kemi bërë në jetën që ne kemi jetuar. Sepse kemi ardhur në këtë jetë për të qenë i mirë. Allahu krijoi edhe neve na zgjodh dhe ne lindëm, erdhëm këtë botë për një kohë të shkurtër. Pavarësisht se sa jetën, kemi ardhur sepse ka dashur Allahu, jo pse ne kemi dashur. Askush s'na ka pyet fare, a dëshiron të vish në këtë botë apo jo. Ka dashur Allahu dhe ne jemi këtu. As është kjo për një ditë falënderim dhe mi radhën sejdë Allahut. Dhe jetojmë pse ne dëshirojmë, por pse Allahu dëshiron neve në rënjet. Dhe na i merr kur Allahu don, jo kur ne dëshirojmë. Por njeriu është asisoj që dëshiron të jeton përgjithmonë, por nuk ka mundësi të jeton përgjithmonë këtë botë. Dhe ato që do të jeton përgjithmonë është ajeti në fillim që unë thash, ku ju do të jeni të përjetshëm në botën tjetër. Fatkeqësit është pika tjetër e mundësisë sonë që të jemi të shpëtuar dhe të pastrohemi. Fatkeqësit që na ndodhin. Njeriu ballafaqohet xhamati nderuar në mënyra të ndryshme, në situata të ndryshme, në situata të mira që ai dëshiron dhe i kërkon, por edhe në situata që ai nuk i kërkon dhe as nuk i dëshiron, por megjithatë has në ato. Has në ato fatkeqësit. Ndodh dhe vdekja në familje, si duhet përmbahesh. Islami na ka mësuar se si duhet të përmbahet njeriu kur ka ndonjë rast vdekje, apo ndonjë fatkeqësi tjetër. Dhe mënyra më e mirë është që ne t'i mbështetemi Zotit. Kjo është forma më e mirë. Islami është ai i cili të bën të duruar, të durueshëm, dhe nëse je i duruar dhe ke durim dhe ke sabër në fatkeqësi që ti has, që nuk i dëshiron, po janë ato gjëra në programe të caktuara nga Allahu xhaleshanu, në mënyrë shumë precize në të cilat nuk ka mundësi që njeriu të ikë atyre gjërave. Prandaj njeriu gjithmonë duhet të mundohet që të jetë i mirë dhe të bën sabër, edhe në fatkeqësi. Por edhe në rastet kur ai është i gëzuar. Këto janë mundësitë, këto ishin 4 kushtet që njeriu ka mundësi të pastron veten e tij. Dhe nëse e ka shfrytzuar këtë botë me këto pika që unë i përmenda në pika të shkurta, disa në tërthorazi, ai do të jetë i pastruar. Dhe nëse është pastruar, çfarë ka në botën tjetër? Çfarë shpërblimi tjetër përveç së xhenetit? Por nëse nuk e kemi shfrytzuar, janë 3 që unë përmenda, 3 gjëra, të cilat janë jeta në varreza apo në barzah. Kur njeriu vdes,
atëherë duhet shpejtohet procedura për të varrosur njeriu. 3 gjëra apo 3 kushte që janë pra në brëza apo në varre. Në një është namazi i gjenazës. Duhet t'i falet namazi i gjenazës. Njeriu i cili vdes, familja e tij duhet pra të vazhdojnë procedurën për ta pastruar gjenazën dhe për t'ia falur namazin dhe të mbështjellet me qëfit dhe të varroset. S'pari të i falet namazi. Këtë do të ndalen pak. Një gjë e cila mua më brengos fakti që disa njerëz ende fatkeqësisht ende s'po kuptojnë. Vdes prindi, apo i vdes djali, apo vajza, dhe nuk merr abdes për t'ia falë namazin atij personit familjes vet. Qoftë prind apo diçka tjetër, apo dikush i afërm i tij, apo miku o shoku, fëqiu apo dikush tjetër. Po shkojnë më varrim dhe nuk marr abdes. Hasim rastet shumë të ne hoxhallarët, fatkeqësisht hasim në të rastet cilët me marrin pjesë shumë herë në varreza, në varrime dhe afrohemi tek gjenazja, ia përkujtojmë xhamatit njëtin se si duhet bëhet njëti për të falur namazin e gjenazës, një përkujtim para xhamatit, sepse janë disa njerëz të moshuar dhe kanë mundësi për të harruar dhe ne ja shpjegojmë në mënyrë që namazi i tij të jetë namaz tamam i pranuar. Por çfarë bëhet se pjesa dërmuese ndahet anash dhe një pjesë e vogël afrohet për t'ia falë namazin. Kjo çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që ata të cilët ndahen në dysh. Në Islam nuk ka dysh, në Islam është një. Në Islam nuk ka dy realitete, në Islam është një realitet. Jo në Islam, por në jetën përgjithësi. Është një realitet. Dhe ajo është Allahu. Dhe se na ka mundsuar që nëpërmjet Muhamedit alayhis salatu wassalam që ti përmbahemi këshillave të Muhamedit alayhis salam. Dhe Muhamedi alayhis salam na ka thënë që të marrmi pjesë sa më shumë herë në varrime. Sepse ai vdekur i ka nevojë për të gjallët. Ndërsa ata të cilët ndahen prej rreshtave apo prej safave, të cilët bëhen për të falë namazin e gjenazës, ndahen ata. Dhe çfarë do të thotë kjo që ata ndahen? Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ai i cili ndahet, që ai kur të vdes, ai nuk ka nevojë për namaz, për mi fal namaz. Shkon njëri dhe të hynë në varr, pa u fal namazi i gjenazës, dati personi është një gjë të mërshme. Një gjë për të cilën do të ketë përgjegjësi të madhe familja e tij edhe rrethi i tij. Edhe pse namazi i gjenazës është farz i kifaje. Farzi ain është namazi i xhumas dhe namazet tjera. Farzi i kifaje është namazi i gjenazës. Çfarë do të thotë kjo? Farzi i kifaje do të thotë që nëse një pjesë e xhamatit e fal namazin atij personi i cili është i vdekur, të tjerët lirohen. Lirohen ata që janë në shtëpi, por jo ata që shkojnë. Po shkojnë në varrim. Ai i cili shkon në varrim do të shkon tamam për Zotin dhe për atë person, për të bërë lutje për me afal Allahu xhaleshanu mëkatet atij. Ndërsa ti po shkon pa u përgatitur, po shkon në ar, apo po shkon në punë, duke mos i patur pajisjet në të cilën një në punën në detyrën që ti e kryen, atëherë nuk mund ta krysh punën. Nëse ti shkon për prashitur, kështu kushtimisht po them arën, nëse shkon bashati nuk do të kesh mundësi me prashit. Jo, sepse si e përgatit, se qysh e ke harru mjetin për prashitur arë. Prandaj ti shkon në varrim, xhamat, vllazën, bëj apel të gjithë atyre të cilët marrin pjesë në varreza, në varrime, të përgatitet, merr abdes. Po dhe nëse nuk din asgjë, mundohu dhe mëso. Po përderisa nuk din, merr abdes paku dhe afroj aty. Se nëse njërit prej tyre do t'i pranohet namazit, do t'i pranohet të gjithëve. Por mbesim me shpresë se ne do të vedisohemi dhe do ta kuptojmë se nuk duhet befrojmë së gjara, por gjithmonë përgatitemi dhe Allahu xhaleshanu të jetë i kënaqur tani me ne. Pastaj është friga dhe të merri i varrit. Kur njëri varroset, është një frikë e madhe.
është një të merë. është një të merë për atë person i cili jetën nuk e ka shfrytëzu ashtu qysh Allah ta ka programu. Por ke dasht të kalosh jetën në mënyrat ndryshme. Duke mos ju friksuar Zotit dhe duke mos ju friksuar varrit. Hazreti Omeri, sa është përmend varri, ai ka qajt me të morë. Ka qajt, shumë ka qajt. Dhe e kanë pyet, pse po qanë? Ka thënë, kur të ndëgjoj prej dikujt apo prej vetvetes kur e të kujtoj varrin, më vjen të qaj sepse është një natë shumë e vështirë. Është një natë shumë e vështirë dhe një natë që është shumë vështirë të përballohet. Por nuk e çare pa përballuar. Prandaj është një tmerr për atë person i cili nuk është përgatitur dhe nuk ka mbjell në këtë botë. Këto njerëz të cilët varrosen, ka mundësi që për disa njerëz të jetë tmerr dhe vështirë, e për disa jo. Pse? Në anën e djathtë Allahu xhaleshanu do t'ja çelë një dritare dhe ai do ta shet xhenetin. Do të shet ato të mira që Allahu ka përgatitur. Dhe kërkon te Zoti që sa më shpejt që të vjen shpejtohet procedura që ai të shkon atje, sepse është e xhenetit. Ndërsa për ata persona të cilët nuk kanë shfrytzuar rastin në këtë botë, që Allahu ja ka mundsuar, por njeriu s'ka dashur, atëri ja çel një dritare në anën e majt dhe e shet xhehenamin, zjarrin e din vendin se ku do të shkon. Dhe ai do të thotë Zot mos e bëj kënë. Sepse e din se edhe pse e ka shumë vështirë në varr, por megjithatë e shet që më vonë do të digjet edhe më keq, do të ketë edhe më vështirë, do të thotë Zot mos e bëj kënë. Por ai fjala e tij apo lutja e tij apo kërkesa e tij nuk i plotësohet. Atë e bën kur Allahu don, jo kur ai kërkon. Dhe e treta, punët e mira që të gjallët u apërkujtojnë të vdekurve. Kur njeriu vdes, xhamat nderuar, edhe i vdekur i ka nevojë për lutjen e të gjallëve. Më u lut, të gjallët më u lut për të vdekurit. Fëmiu më u lut për prindin e tij. Prindi më u lut për fëmijën e tij. Sepse pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë njeriu në përcjellin 3 gjëra kur vdes. 3 gjëra, 2 i kthehen mrapa dhe 1 jetë në varr. Ajo që e përcjellin është nëse ka lënë dituri, nëse ka lënë këshilla, nëse ka lënë libra që njerëz të shërbehen me ato librat e tij dhe të me këshillat e tij, ajo i kthehet. Nëse ka lënë familje, ka lënë fëmijë që lutën për të, dhe ajo që i mbetet në varr janë amelet apo veprat e tij të kësaj bote që ka bërë. Pra ai person i cili vdes pas ka nevojë për të gjallët, për lutje të gjallëve ndaj atij të vdekurit. Ta shfrytëzojmë këtë rast, të lutemi ne për prindit tanë, të lutemi ne për të afërmit tanë. Dhe nëse ne bëjmë lutje dhe bëjmë dua, Allahu xhaleshan inshallah i pranon lutjet tona. Inshallah i pranon lutjet tona. Ne do të bëjmë lutje, ndërsa Allahu është ai i cili a do të na i pranon apo jo, Allahu alam. Allahu din më së miri. Këto ishin 3 mundësitë e botës tjetër apo ndësisht e jetës në barza apo në barreza. Ndërsa 4 të botës tjetër, xhamat nderuar, e di që jeni lodhur, ndoshta edhe dikush prej juve ka lënë ndonjë gjë pa bërë dhe ka ardhur për ndëgjuar, por besoj fuqishëm se njeriu sa të jeton, sa vite ai kalon, muajt që kalojnë, javët, ditët, orët, minutat, sekondat. Ose Allah është i kënaqur me atë person, ose Allah është i hidhruar me të. Por përderisa njeriu apo besimtari vi për të ndëgjuar ligjëratën, për të falur namazin, Allahu sigurisht dhe besoj fuqishëm që Allahu do të jetë i kënaqur me ata persona, me ata besimtarë siç jeni ju. Do të jetë i kënaqur. Besoj fuqishëm. Ndërsa ata të cilët kanë lënë punë pa bërë dhe tani janë këtu, sigurisht se shpërblimi do të jetë Allahu. Se
Ai personi I cili vjen dhe shkon në xhami, çdo hap që ai e qet Allahu I shkruan nga një sevap dhe çdo hap që e qet tjetër ja lëshin nga një mëkat. Dhe mundësia për të qenë I pastruar është edhe 4 në botën tjetër. Dhe ajo është në një friga dhe tmerri që do të përjetojnë njerëzit në ditën e gjykimit. Kur njerëzit do dalin para Allahut xhaleshanu, do të jetë një tmerr, do të jetë ditë e vështirë, ku do të ndodhë që nëna do ta hudh fëmijën e saj që ka në xhirin e saj. Sepse është një ditë e vështirë. Një ditë që njeriu nuk e din se nga ku do të shkon. Do të jetë I frikësuar. Përmes me qenë I frikësuar duhet punuar në botën që jemi tani. Nëndë paraqitja dhe qëndrimi para Zotit. Gjykatës suprem do të jetë Allahu në ditën e gjykimit kur do të dalim para tina për veprat të cilat I kemi bërë në këtë botë. Dhe ato të mirat të asaj botët kur do të dalim para Allahut do të buzëqesh fytyra. Disa njerëzve do të buzëqesh fytyra, ndërsa disave do t'i nxihet fytyra. Ka thënë Allahu, në atë ditë disa fytyra të njerëzve do të jenë të ndritura, të shëndritura duke e parë Zotin e tyre. E disa jo. Këtë do ta kenë disa, jo të gjithë. Për me qenë ata që dëshirojmë për me shiquar Zotin dhe për të na buzëqeshur fytyra, gjithmonë lidhet me këtë botë që ne të punojmë. Punë dhe vepra të mira. Në tret do të jetë shefati, mundësia shefatit. Shefati I profetëve, shefati I pejgamberëve, shefati I Muhamedit alayhis salatu wassalam. Të gjithë pejgamberët kanë pas nga një kërkesë, po të gjithë kanë shfrytzuar në këtë botë. Ndërsa Muhamedi alayhis salam ka thënë Allahu që më mundsa kërkesën time, atë kërkesë unë kam që atë kërkesë ma plotësosh në botën tjetër. Atë kërkesë kam që unë të bëj shefat për njerëzit të cilët kanë bërë disa mëkate dhe ti falesh. Unë të kërkoj mëkat, të kërkoj shpërblim, të kërkoj që ti falesh ata dhe ti falesh. Këtë kërkesë ka pas Muhamedi alayhis salam në ditën kur do të na nevojitet më së tepërmi dhe ajo është pra shefati në ditën e gjykimit. Dhe aty do të ketë mundësi të dërmisojnë edhe shahidët, njerëzit të cilët kanë vdekur fi sabilillah, për Allahun, jo për arsye tjera. Personit I cili është rrezikuar sovraniteti I popullit ti, edhe është rrezikuar familja e tij, pasuria e tij, kombi I tij, edhe feja e Allahut, Islami, atëherë ai nëse del lufton fi sabilillah për të mbrojtur këto, atëherë ai do të jetë prej shahidëve dhe ai do të ketë mundësi që të ndërmjetësoj apo të bëjë shefat për 70 persona. Këtë mundësi do ta kenë ata. Dhe e fundit, falja e Zotit xhaleshanuhu në ditën e Kiametit. Kur Allahu thotë se me qenë se pejgamberi po kërkon që unë bëj shefat dhe t'i fali, jeni të falur. Do t'i fali dhe I fal. Për hir të pejgamberit alayhis salam, për hir të atyre njerëzve që kanë qenë të mirë, për hir të njerëzve që kanë qenë dhe kanë rënë shahid në këtë botë, dhe tani në botën tjetër Allahu xhaleshanuhu do t'i pranoj shefatet, ndërmjetësimet e atyre njerëzve të cilët kanë bërë gabime. Ditë që është ditë e vështirë, por Allahu inshallah me qenë se pejgamberi ndërmjetëson dhe kërkon që unë të falë, tani do t'i falë. Gjemaat të ndëruar, krejt në fund, kërkoj falje për vonesën dhe kohën që ka marrë, kërkoj që të më bëni halal, duke lutur Zotin xhaleshanuhu, që të jemi ata njerëz që ta shfrytëzojmë rastin edhe mundësinë që ne kemi në këtë botë që jemi duke jetu, për të pastruar në ato 4 pikat të kësaj bote. Edhe nëse ato 4 pika na I mundson Allahu që t'i kryjmë dhe t'i veprojmë dhe t'i shfrytëzojmë, atëherë inshallah dhe kemi shpresa që Allah xhaleshanu do të na falë. Lutim Zotin xhaleshanu të na bën prej atyre njerëzve që kanë frikë ndaj tij dhe shpresojnë të që në ditën e gjykimit të jemi për njerëz të mirë dhe të na përgatit, dhe të na bën prej banorëve të xhennetit,
Inshallah, Zoti Xheleshanu do të ketë mëshirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum. E përgatiti dhe e përshtati studiobeka.com